Historia dashurisë me Sara Gjordenit dhe Bardhit ka qenë një ndër më të komentuar dhe më të ndjelë për publikun shqiptar, sidomos pas pjesëmarrjes së tyre në Big Brother VIP Albania. Gjithçka nisi brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri, aty ku emocionet janë më të forta, situatat më intensive dhe ndjenjat shpesh vihen në provë. Sara hyri në shtëpi si një vajzë e fortë, e drejtë për drejtë dhe shumë e sigurt në vetvete. Nga ana tjetër, Bardhi i njohur për natyrën e tij të qetë dhe shpirtin artistik, solli një energji krejt ndryshe, më të butë por shumë të thellë. Në fillim raporti i tyre ishte thjesht miqësor, biseda të gjata në obor, batuta, këshilla dhe mbështetje në momente të vështira. Por me kalimin e ditëve, publiku nisi të vërente një afrimitet shumë më të madh. Shikimet e gjata, buzëqeshjet e fshehta dhe mënyra si kërkonin njëri tjetrin në çdo debat brenda shtëpisë, tregonin se diçka mes tyre po lindte. Dashuria e tyre nuk kishte pas sfida. Si çdo marrëdhënie brenda një reality show, edhe ata u përballën me paragjykime, komente nga banorët e tjerë dhe presion të vazhdueshëm nga kamerat për 24 orë në ditë. Kishte momente xheluzie, keqkuptime dhe diskutime, por ajo që i bëri të fortë ishte mënyra si zgjidhnin gjithçka, me komunikim dhe ndershmëri. Një nga momentet më të bukura ishte kur Bardhi shprehu hapur ndjenjat e tij, duke treguar se Sara për të nuk ishte thjesht një simpati brenda lojës, por një ndjenjë vërtet që po rritej çdo ditë. Edhe Sara me kalimin e kohës uli gardën e saj dhe tregoi anën më të ndjeshme, duke pranuar se po dashurohej. Publiku jashtë i mbështeti shumë, çdo gest i tyre u komentua, çdo përqafim u shpërnda në rrjetet sociale, dhe historia e tyre u kthye në një nga më të dashurat e sezonit. Ata treguan se edhe në një ambient loje ku strategjia shpesh dominon, ndjenjat e sinqerta mund të lindin dhe të mbijetojnë. Pas daljes nga shtëpia, vëmendja ndaj tyre nuk ul. Përkundrazi, njerëzit ishin kurioz të shihnin nëse lidhja do të vazhdonte dhe jashtë presionit të kamerave. Dhe ata dëshmuan se ajo që ndërtuan brenda nuk ishte thjesht një romancë televizive, por një lidhje që vazhdoi edhe në jetën reale. Historia e Sarës dhe Bardhit është një histori që flet për dashurinë që lind papritur, për guximin për të hapur zemrën, edhe kur je në gjykimin e publikut dhe për forcën që duhet për të mbrojtur një ndjenjë të vërtetë. Në fund, ajo që i bëri të veçantë nuk ishte vetëm fakti që u dashuruan në ekran, por mënyra si e jetuan atë dashuri, me sinqeritet, pasion dhe përkushtim. Tani ata janë të lumtur dhe janë prindër të një fëmije. Sara gjithashtu ka brendin e saj, ndërsa Bardhi vazhdon me muzikën. Edhe ndoshta kjo është arsyeja pse historia e tyre vazhdon të përmendet, sepse njerëzit gjithmonë besojnë dhe duan të shohin një dashuri që lind mes sfidave dhe bëhet më e fortë përmes tyre.